Ajo që nuk po ndodhte te kombëtarja mund të finalizohet te ekipi Burnley në Premier League. Sulmuesit Armando Broja dhe Anis Mehmeti duke se do të jenë në një ekip në të ardhmen. Ky është raportimi i fundit nga mediat britanike. Skuadra e Burnley ndodhet në një moment të vështirë në Premier League teksa grumbullon 10 pikë pas 12 javësh të parafundit në tabel. Edhe pse në kontingjent ka alternativa, por ato nuk po japin rezultat, ku njëri ndër ta është edhe ansori shqiptar Armando Broja. Klubi është i gatshëm të sjellë risi në merkaton e janarit me qëllimin për të kapërcyer rënien nga elita e futbollit anglez, e ku Anis Mehmeti po shqyrtohet si opsioni i dur. Kartoni i sulmuesit të Bristol City ka arritur deri më 9 milion euro sipas Transfermarkt. Mehmeti ka shënuar këtë sezon me Bristol 5 gola dhe ka asistuar në 6 raste përgjatë 16 ndeshjeve të luajtura në Championship. Kreativiteti i Anis Mehmeti pëlqet te maset e Burnley sipas burimit të mësipërm, ama deri tani nuk ka pasur hapa konkret për të finalizuar këtë tratativë. Një tjetër ekip që po përflitet për të siguruar shërbimet e Mehmetit është edhe Leeds United, sërish nga Premier Liga.